Kush i nënshkroi kontratët me Vukamovic gjatë shpalljes së pavarësisë së Kosovës? Kosova është furnizuar me energji elektrike pikërisht nga Vukamovic. Po jep edhe vlerat që ti keni ju parasysh dhe kontratën. Kontrata një burimore, siç kanë dëshirë LDK aty referohen, me Vukamovicin janë nënshkruar që nga viti 2008. Dhe vlera totale, deri në vitin 2013, kur këta kanë vendosur mja kalu përgjegjësinë e furnizimit Keskos, është në vlerë për 141 milion e 489 euro, 1000 euro. Pra 141 milion euro përmes kontratave, një burimore, është përzgjedhur Vukamovici përfshirë dhe për të furnizuar Kosovën gjatë shpalljes së pavarësisë. Keku po ashtu ka nënshkruar kontrata me Vukamovicin për të shitur te pricat e Kekut me datë 13 maj të vitit 2019. Subjekti që nënshkroi kontratë në vitin 2019 me Vukamovicin vazhdon të jetë i njëjtë. Akteri është i njëjtë, Niazet Thaçi. Pastaj, dhe kjo është bukur e dhëmshme. Një kontratë me Vukamovicin për ta furnizuar kostin, për të mbuluar humbjet e veri. Kjo është paradoksal. Kosti me fiduciarët e vetë të përbërë nga përfaqësuesit e PDK-s të LDK-s në kost. Fillimisht në mars të vitit 2017 vendosën që me ngarku kostin me pagesat e rrymës në veri. Paradoksalisht, të njëjtit kontratë për ta furnizuar kostin për këto e ka nënshkruar me EFT, me Vukamovicin, me datë 28 të vitit 2017 për mbulesën e humbjeve. Ju keni dëgjuar për Noa Energy. Në fakt keni dëgjuar Hikmet e Bajrami dhe përfaqësues tjerë të LDK-s vazhdimisht në kuvend të akuzojnë ne për ndonjë lidhje me Noa Energy. Më lejo t'ju them, pa asnjë fije dyshimi dhe e mirëpresin çfarë do hetimi që ka nga çdo institucion. Në fakt, i rekomandoj edhe prokurorisë speciale që të shkojnë deri në fund kësaj çështje se kush ishin aktorët që sollën Noa Energy në Kosovë. Asnjë zyrtar i lëvizjes vetëndosje, as nga qeveria, as nga kuvendi nuk ka lidhje me Noa Energy. Në fakt, unë i pash kontratët se kush e solli Noa në Kosovë. Noa në Kosovë ka ardhur fillimisht përmes kostit. Kosti ka nënshkruar një kontratë për mbulimin e humbjeve në veri me Noa Energy. Këtë kontratë e kemi këtu. E para, kontrata është nënshkruar me 15 janar të vitit 2018 ndërmjet subjektit Noa Energy edhe Kadriu, i cili po përfaqëson të kostin në atë kohë. Pra, ardhja e Noas daton që nga viti 2017. E dyta, Keku i shet të pricat e energjisë elektrike gjatë natës apo gjatë ditës. Dhe pasaj këto subjekte e riprocesojnë e shesin brenda apo jashtë vendit dhe njëra i dresoj se kush nënshkrujti kontratë me Noa. Dhe kontrata me Noa është nënshkruar me normë 5 të vitit 2019, ndërmjet Kekut edhe Noa, e përfaqësuar nga Gentian Skëndersula. Gentian Skëndersula i nënshkruar nga Niazet Thaçi si kryeshef ekzekutiv, për përardhjen e tij politike nuk pjo flas. Po e dini kush është ai? Kjo kontratë s'ka doj, u dash të nënshkruaj edhe një kontratë tjetër. Me Noan dhe një kontrata e dytë është nënshkruar me 11 tetor të vitit 2021 nga Përparim Kabashi, duke ushtruar rolin e kryeshefit kryeshefit ekzekutiv të Kekut. Në fakt kjo është kontrata dhe kjo kontratë është nënshkruar 4 ditë para së ardhjes së Nagip Krasniqit në krye të Kekut.